E bëj këtë propozim jo për të bërë lëshim, sepse rregulli i demokracisë thotë që subjektet vendosin vetë, e për lëvizjen vetë vendosje as nuk vendos dhe as kur nuk ka për të vendosur ndonjë subjekt tjetër. Megjithatë, pas diskutimesh të zgjeruara e të thelluara në kryesinë e lëvizjes sonë, unë do të propozoj sekretar i lëvizjes vetëvendosje që jam, që mandatin e dytë për krijimin e qeverisë t'ja japim nën kryetarit, aktivistit, shokut e mikut ton të afërt e fort besueshëm Glauk Konjufca. Këtë propozim e bëj për shkak të vlerësimit e besimit të madh që kam dhe që kemi të gjithë ne bashkë të Glauku, por edhe për shkak që të mos bëhen dy herë zgjedhje, edhe në dhjetor, edhe në prill. Le të vazhdojmë me kabinetin e njëjtë që kam propozuar, unë marr vendin e Glaukut e Glauku timin, siç edhe jemi dakorduar mbrëm në kryesi bashkë. Le të votohet më pas buxheti i shtetit e buxhetet komunale, le të votohet plani i rritjes së bashkimit evropian për fonde të vlefshme, le të bëhen disa punë të domosdoshme e pastaj shkojmë në zgjedhje. Ja pra, po ja japim mundësinë opozitës që t'ja kursej vendit dy palë zgjedhje, sepse mjafton një herë në prill, kur paraqitet çështja e presidentes. Ne do të shkojmë përpara me tentimin e dytë, me mandatarin e dytë, Glauk Konjufcën, me qeverinë e njëjtë, me dëshirën më të mirë për shtetin e për vendin, për popullin e për të gjithë qytetarët pa dallim. Shpresoj të mos e keq përdorin dhe të mos e humbin edhe këtë mundësi. Ne si vetëvendosje jemi gati për zgjedhje sot. Jemi gati edhe në dhjetor, në muajin e ardhshëm. Jemi edhe më shumë gati në prill, në vitin e ardhshëm. Por po e japim këtë mundësi si zgjidhje për këtë blokim të kotë, të shkaktuar nga kokëforcia e inati, nga kalkulimet e gabuara, blokim që po bëhet i dëmshëm, jo për lëvizjen vetëvendosje, po për Republikën e Kosovës. Opozitarëve ju themi, ju lutem, mos u betononi në pozitën e bllokuesit. Ja ku e keni shansin. Mos e lini që të ikë edhe ky shans Kosovës sonë të përbashkët. Duhet dhe do të ishte shumë mirë e më së miri për qytetarët e këtyre komunave që numri 105, pra vetëvendosje të dalë triumfuese, sepse triumfi i kandidatëve të vetëvendosjes është fitoria e vërtetë e qytetarëve, e lagjeve dhe fshatrave. Kudo ku lëvizja vetëvendosje është në balotazh me LDK ose PDK, këto të fundit po bëhen bashkë kundër lëvizjes, me idenë që të pamundësojnë ndryshimet edhe në nivele lokale, me të vetmin qëllim për t'i dëmtuar kandidatët e lëvizjes, me imponime të marrëveshjeve nën tavolina nga PDK, LDK e AK, përveç se e kanë minuar demokracinë e tyre të brendshme, nuk kanë dashur t'ia dinë fare për situatat lokale në komuna, ku për ta dëmtuar vetëvendosjen pranojnë që të mbështesin edhe qeverisit aktuale, të cilat i kanë kritikuar, e s'kan lënë gjë pa u thënë për gjatë raundit të parë të zgjedhjeve. Lëvizja vetëvendosje është fituese e 2025-s, ka përqenë fituese edhe në 2026-ën, po edhe vitet e ardhshme siç po duket, ndihmuar edhe nga mentaliteti vjetruar e ekstrem, jo bashkëpunues i partive të tjera. Sidoqoftë, kurdoherë e në çdo rast, ne jo vetëm që jemi të gatshëm për zgjedhje, por jemi edhe të përgatitur për to. Kemi dashur dhe kemi ofruar mundësi për zgjedhje qysh në qershor, kur e pam se nuk donin bashkëpunim. E kemi marrë disa herë prej tyre refuzimin e ftesave për bashkëpunim, gjersa na e kanë bërë të pamundshëm çfarëdo qeverisje me koalicion me ta. Jemi në këtë situatë për shkak të kalkulimeve të humbësve, që po përpiqen të zvoglojnë humbjet e tyre me këso makinacionesh, por kjo është e pamundur. Realiteti nuk ndryshohet nëse fillimisht nuk e pranon atë, e ata duhet t'ja pranojnë vetes faktin se kanë humbur.
Vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje pa buxhet të miratuar në kuvend. Aq më pak kur qysh në fillim të vitit ardhshëm e kemi të pasgjidhur edhe çështjen e zgjedhjes, përkatësisht rizgjedhjes së presidentes. Nëse kjo sfidë nuk arrihet të tejkalohet brenda afatit kushtetues, vendi duhet të shkojë përsëri në zgjedhje të reja. Por pa buxhet të miratuar, nuk do të mund të mbashin as zgjedhjet.